Poetja shqiptare Irma Kurti votohet në Shtetet e Bashkuara. Poetja shqiptare Irma Kurti votohet në SBA, libri mban logon e shtëpisë botuese Prolific Pulse Press LLC në North Carolina. Fotografia e kopertinës është e fotografit Biagio Fortini. Përmbledhja me poezi Another Day is Coming, një ditë tjetër po vjen, eksploron nuancat e shumta të dashurisë, përjetuar si një udhtim emocional që lëviz nga gëzimi tek ëmbëlsia në momentet e mungesës dhe vetmisë. Shpesh vetë natyra bëhet pasqyrë e emocioneve dhe bërëqësisë njerëzore. Dashuria dhe përzemërsia tregojnë përmes lentës delikate të detajeve të jetës së përditshme. Një fotografi e zvertur sjell në mend kujtime, mungesa të dashurit materializohet me heshtje në një parku, kur gjethet në stol bën dëshmi e një humbje ose një pritje të gjallë. Këto janë kujtime të gjalla të pashlyeshme që nuk veniten kurrë, siç e përshkruan vetë poetja në një nga poezitë e kësaj përmbledhje titulluar Udhëtimi. Rrënjët e saj ndjekin atë në çdo hap që hedh në jetë.